Top Albania Radio, she's on air. Hej, përshëndetje, sot është e njëjte, ora shënon 6, ne jemi këtu në Shizoner në Top Albania Radio 100 FM dhe në kanalin 10 në Digital. Jemi në prag të 8 marsit, që është dita ndërkombëtare e gruas. Vlen të përmendet që në shumë vende është ditë festive, por në të vërtetë është një ditë simbolike që gratë që në vitet 1900 kanë luftuar fort për të drejtat e tyre, për barazinë gjinore, kanë bërë luftë kundër dhunës dhe diskriminimit të tyre. Kështu që një duar trokitje dhe një bravo e fuqishme për këto vajza dhe gra kaq të forta. Një duar trokitje gjithashtu dhe për ju, sepse dhe ju jeni goca shumë të forta. Patjetër. Dhe sot bashkë me ne është një vajzë e cila un kam nisur rrugtimin bashkë me të në Shizon Top, Era Demaj. Mirë se erdhe në Shizoner dhe është kënaqësi ta ndaj me ty sot studion. Dhe unë jam shumë e lumtur që jam këtu në prag të 8 marsit që të flasim së bashku. Ti e bër mami. Si është eksperienca e një mami të re? Një mami të re, se mamat kemi dëgjuar shumë, si e prite, si... Në momentin e parë që mora vesh që pash testin, mora vesh do bëhesha me një bebe të vogël, ishte një vrull i madh emocionesh. Ishte pak frikë, pak stres, frika ato ja dal mban, se të rrisësh një fëmijë, të vinë një krijesë në jetë është një përgjegjësi shumë e madhe. Dhe mendoj që deri më tani mund t'ja kem dalë shumë mirë, duke qenë se jam akoma shumë e vogël, por që kjo. Ne do futemi pak më thellë pastaj tek era dhe mëmësia e saj dhe te si Hana e vogël. Do flasim pak për 8 marsin. Dhe doja ta nisja se çfarë do t'i thonit ju vetes tuaj 5 vjeçë, se jeni bërë sot. Çfarë është ajo që 5 vjeçë ju mendonit se do ishit dhe a keni realizuar ju sot? Enxhi që ke gati. Qa i thoja unë vetes 5 vjeçë, i thoja që mos e vri mendjen, do ta bësh festën e abetares, do kaloj shumë shpejt, kaq. Po 10 vjeçë? Kishe një ëndër. Kisha një ëndër të bësha shumë e famshme dhe të theksoj shumë e pasur. Unë nuk çuditem aty. Shumë fustane, shumë taka. Jo, thjesht shumë e pasur dhe shumë e famshme. Do të thënë, rrugës së famshme jam nisur. Kurse pasurisha vasa. Pasuria Kam një mesazh jo vetëm për moshën 5 vjeçë apo 10 vjeçë, kjo vlen për çdo moshë të çdo femre të jetojnë. Do me thëmë, mos e vrisni mendjen, jetoni të lira dhe mos i shtypni nevojat edhe ndjenjat e juaja. Jo vetëm se je femër, je më pak. Era, e kishe menduar ti se do ishe një mami 23 vjeç? Mami u bëra 21 vjeç. Po, tani që je 23, po e them, do me thëmë. Jo, nuk e kam menduar. Në fakt, në mendjen time mendoja që do bëhesha mami në moshën 25. Mendoja deri atëherë do i kem arritur disa objektiva, disa qëllime që unë i kisha, do mbaroja shkollën, por që Zoti e kishte shkruar në një mënyrë tjetër, por që jam shumë e lumtur që është në këtë mënyrë, sepse si Hana i ka dhënë shumë drejt jetës time, e ka kompletuar atë edhe më ka motivuar që të jem shumë herë më e fortë, të ndjek ëndrat e mia, që i kam vazhduar akoma, do me thonë nuk ka qenë as pak një pengesë, dhe ka qenë gjëja më e bukur. Uida, do ishe ti një doktoresh? E mendonte Uida 10 vjeç që do bëhem një doktoresh kur të rritem? 10 vjeç ka qenë shumë herët faktikisht, po si çdo vajzë e vogël ke ëndra dhe dëshira dhe ambicie për jetën tënde, që kur e mendoj sot, atëherë ndoshta më duke je pamundur që unë do arrija kaq shumë gjëra, por i them vetes time 10 vjeç që edhe vajzave të reja që na dëgjojnë, zëri yt ka vlerë, zëri yt do dëgjohet, mjafton që ti të mos dorëzohesh përballë pengesave që jeta të vë përpara, por të ngrihesh më fort edhe një ditë ti do t'i arrish gjërat dhe synimet e tua. Hami, do flasësh në llaf sot apo? Unë jam pak më e madhe, nuk e di si është brezi juaj, se ju pak a shumë jeni po një mosh, po brezi jem mendonte 18 vjeçë do bëj nami, domethënë, do jem e martuar, do kem fëmijë, 18. Ma parë ma vonë nuk ka, 18. Se ti ku koha. Tani që ditën e parë, që 18 vjeç. Shumë bukur, jam i stëllam,
Jo, në të vërtetë nuk kam pas kur që vogël ato plane që unë do bëhem kështu, do bëhem ashtu. Kam kanë gjithmonë shumë një gotë që ka kërkuar gjithmonë vëmendje. Gjithmonë e kam pas e gjapak. Por dhe në fakt jam në televizor gjitha këto gjana, por gjaja parsore për mua ka kanë ajo pjesë e familjes. Ata gjanat pak më autentike. Ajo gjaja që un kam dash gjithmonë, që jam mundu të kem, të kultivoj, të ruaj, janë ato ndjesitë që dua një tavolinë plot, dua një marrëdhënie të vërteta, edhe vetëm ato i kam, po them se arrit edhe i kam mbajt. Për pjesën tjetër jam një që merr kthesen si ta shofi, si t'i vinë. E kam të. Reze nga ana tjetër ti. Si e mendon të Rezja veten e vet kur të rritej? Faktikisht jam shumë për afërt aty me gjona që i kam mendu. Kam qenë gjithmonë një fëmijë që po ashtu e ka pëlqyer vëmendjen, e ka pëlqyer tjetë para kamerave. Çfarë dëshiroj ti të bësh? Edhe kam qenë gjithmonë edhe si fëmijë kjo eksplorusja dhe e guximshme. Më bëhet shumë qejf në fakt që jam plot në mes të vajzave të cilat ja kanë dalë dhe e kanë dëgjuar atë zërin brenda vetes dhe kanë luftuar dhe nuk janë mposhtur nga zërat e tjerë, nga mendimet e të tjerëve, nga ato brylat që mund t'i marrësh kudo. Po çfarë është një stereotip vajza të cilat ju do doni ta zhduknit për femrat? A mund ta them? Gjëja e parë që më vjen ndërmend që edhe vetë ndoshta për faktin se kam zgjedhur këtë karrierën si mjeke, do doja që ta zhdukja këtë stereotipin që vajza duhet se s'bën të zgjedhin ose karrierën ose jetën personale dhe të qenurit nën dhe të krijuarit një familje. Jo domosdoshmë një vajzë duhet të bëjë një zgjedhje, sepse ne mund të jemi çdo gjë. Unë mund të jem një mjeke shumë e suksesshme, mund të synoj një karrierë të lartë, mund të krijoj një familje, mund të jem një nën shumë e përkushtuar, mund të bëj të gjitha. Pra vajza, ju ja dilni të bëni të gjitha. Jo domosdoshmë duhet bërë një zgjedhje mes këtyre të dyjave. Unë kam pas gjithmonë një karakter shumë moskokçarës dhe në të vërtetë nuk e kam bakur këtë të ndarjen që jo po që s'do jem mami, jo po do kem karrierën, domethënë me vërtetë siç e thash parë, unë marr kthesën siç më vjen dhe jam e bindur që i kemi forcën për të bërë gjithçka. Kështu që jam shumë dakord me mendimin tënd. Dhe vajza, a keni akoma ëndra në përsyrtar? Unë dua të bëjmë aktore. Mendoj që jeta është gjithmonë më e bukur kur ka ëndra, domethënë gjithmonë do të synojmë më shumë. Ne thuaj një ëndër në syrtar. Po mirë, Tina na pyeten ne se si ka qenë për ne. Po për ty si ka qenë? Çfarë do t'i thoje ti nëse po dhe Alsa mirë se kam unë jam shumë krenare për veten time. Gjithmonë e kam dashur ekranin, që është e vërteta, dhe jam fiksa aty ku mendoj se duhet të isha në këtë moment. Pra, gjithmonë e kam dashur kamerën, e kam dashur vëmendjen, e kam dashur ekranin. Jam për Terezi, e kam dëgjuar veten time. Ëndra në syrtar vazhdoj të kem, do kem gjithmonë. Një nga ato ëndra në syrtar është aktrimi, siç tha dhe Engji, dhe mua do më pëlqente shumë ta shikoja veten time në aktrim. Po ashtu ta bëjmë një mini show bashkë gjitha se e pas kemi të përbashkët. Po mirë, okay, gjitha duam bëjmë nga i çika këtë. Unë jo, më ujta se ta shikja mimikën e fytyrës. Ishte kështu, çfarë do aktore këto. Ç'ka aktore, është regjisorja. Mirë, pra po bëjmë gati gjitha nga një CV, po e dërgojmë te Portokallia. Të bëjmë një shizoner në Portokalli. Po, pastaj nga ana tjetër ndonjë stereotip kishit goca tjetër përveç Wade's që doni ta... Personalisht do doja që të shonte ky paragjykimi që kur një femër fiton një punë ose një vend pozicioni, nuk dua që të mendoni që shiko se është e blerë ose e përfitoi vetëm se është e bukur. Po duke u futur pastaj edhe në seksualitetin, se shkoi e mori filanin, shkoi te tani pastaj nënçmohet edhe pjesa e inteligjencës, domethënë po je e bukur, nuk vetëm atë blerë. Unë jam nga ana tjetër, vërtet është kjo që pse duhet të kesh një partner dhe gjykosh se partneri që ti ke të ndihmoj ty për të kapur një punë, një vend, një gjë.
ore, është aftësia ime që gjeta një partner i cili mua më mbështet në ëndrat e mia. Kështu që pse po, domethënë çdo gjë është për përmirësim. Unë do gjej një partner i cili jetën time ma bën më të bukur dhe më të thjeshtë. Por do të them një diçka, mu qëndrimi në Shqipëri më ka ndryshuar pikërisht këtë pikpamje, sepse që se unë kam menduar gjithmonë, do i bëj gjitha vetë, s'kam nevojë për askënd. Kam arritur një pikë që mendoj po, pse jo, një mbështetje nga një partner duhet, edhe për një çështje mendore, shpirtënore në çdo aspekt, edhe po ekonomike, sepse dy vetë sigurisht ka një ekonomi shumë më të fortë. Edhe gjanat e bukura, edhe vajza. të vështira marrin sens kur i ndan me dikë Për tjetër. çfarë do t'i kërkonit falje mamave tuaj? Qanit. Ja. Personalisht, duke qenë se jam vetë një mami, do doja t'i kërkoja falje për shumë herë që nuk më ka lejuar të dal kur unë isha shumë e vogël, sepse nuk e kam kuptuar kurr frikën që ajo ka mbart ndër vete kur më thoshte mos dil se ka njerëz të këqij, mos dil se bota jashtë është e rrezikshme dhe unë tani po e provoj në kurrizin tim. Se kur e shikoj vajzën që po del me dikë tjetër, jam gjithkohën në tension, në stres, a erdhi në shtëpi, a është mirë dhe për këtë i kërkoj shumë falje dhe tani e kuptova atë thënien që thonë do më kuptosh një ditë kur do bëhesh mami vet. Po ju, bukuroshe? Thjesht që nuk i them du mjaftueshëm. Drit. Unë jam një fëmijë perfekte, faleminderit, nuk kam çfarë t'i kërkoj më fal. Mua duhet të më kërkojnë falje pse për shumë gjëra. Unë t'i kërkoja falje mamit. Po unë do t'i kërkoja falje mamit. Ma, më fal. Unë i kërkoj falje mamit, në fakt shumë shpesh. Edhe mendoj se është një gjë shumë e mirë që kam pasur këtë marrëdhënie me mamin, sepse më ka mësuar shumë gjëra për shoqërinë, për mënyrën se si unë të qasem dhe në debatet e vogla që ne mund kemi pasur, po dhe të mëdhaja nga ana tjetër, na ka ndihmuar vërtet shumë. A mund të marr pak kohë dhe të them diçka se kam këtu afër dhe nuk mund të rri dot pa na shkaluar që rrezja është prekur shumë dhe dua të di, a ke dëshirë të flasësh për diçka më shumë? Se të shoh shumë të prekur? Jo, nuk e dëshirë? Jo. Ti thuaj mamit tënë që ti e do shumë, e do pafund, ajo mami jote është një heroin. Mund t'ja thuash këtë. Thjesht që me vërtet mami im është gruaja më e fortë që e kam taku edhe do vazhdoj edhe do jetë my role model për gjithë jetën. Është shumë e bukur. Dhe ju e dini që unë nuk ju lë pa dhurata kur është puna për raste festash dhe këtë 8 mars kam zgjedhur Maison Novel. Është për vajzat që duan të ndjehen të forta, super komode dhe gjithmonë me stil. Nga palestrat e kafja me shoqet e deri te darkat luksoze. Kostumet tona sportive janë të dizenjuara me shumë kujdes, me materiale cilësore që përfaqësojnë trupin perfekt dhe të japin vetbesim në çdo lëvizje. Për gjimnastik, për yoga apo çdo ditë full me energy. Edhe këtë pranverë xhaketa me Rex Rabbit Fur janë super zgjedhje, perfekte për një ditë me freski, elegante në çdo stil. Goca i gëzofshi. Shumë faleminderit. Mund ta gjeni në Instagram. Mund ta gjeni në Instagram Maison Novel. Dhe mund t'i bëni tuajat dhe mund të gërmoni edhe më shumë se unë e di që ju keni shumë qef të bëni shopping. Jemi goca. Se lash veten time pa gjë. Po patjetër. Edhe ta kam rjeti pa një dhuratë. Ishte shumë kënaqësi që ndava edhe këto momente, këto biseda mes gocash. Ne do kalojmë në një hapësirë të vogël publicitare dhe do rikthehemi pas pak.